A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Kemi ardhur te tema e fundit në Mizraqli il-Mihal, në këtë kitab. Tema e fundit, po dhjetë edhe sendi i fundit që dhe përjetojmë neve në këtë dinja, që do të thot vdekja. Prandaj ky ders le të jetë një mësim, një ders ta kujtojmë sa më shpesh vdekjen, se vërtet edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në për hadithe ka thënë, po edhe ulemat të këtë kanë thënë në për kitapet e tyre, se problemet kryesore në këtë dynja fillojnë se harrojmë vdekjen. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ta kishit ditë se çka ju pret mbas vdekjes, shumë do kishit qajt në këtë dynja, shumë pak do kishit qesh. A neve qeshim shumë, e ne shumë rrallë qajm. Duhet kresin bomba në Palestinë dhe të vdesin fëmijë të pafajshëm, po pak na aktivizohen lotët e synit. Në fakt ne u desh të qajm më shpesh, mirë po të qajm aty ku nuk na shef dëkushi. Të shohemi namaz të natës, tash në Ramazan si rrim deri në imsak, kur e shojsh se ka plu një qetësi shtëpin, duhet hiqemi me një qosh, disa reqate me fal, e ne me qajt për gjynafet që i bëjmë, se kanë thanë ulemat, loti i synit është gusli i zemrës. Do me thanë, kur laget syni, pastrohet zemra. Mirë po me çfar loti? Me lot për mall të ahiretit. Me lot për pishmanlek të ube ndaj gjynafeve që i kemi bo. Për atë rinit që e kemi kalu të kalbur, përveç disave që ju pejnë rini jeni me namaz. Ama shumica duhet qajmë për ato gjynafet e vjetra. E në tamam ne kemi bët të ube, shpresojmë se Allahu ne i ka pranu. Po nëse nuk ne i ka pranu të ube. E një alamet i asaj është se, ta kuptojmë anë është pranu të ubi ajo, kur përmenden ato gjynafet e vjetra, duhet edhe njerët në dhame zemra. Au, estakfirullah. Jo me përmendat, be ne më vakët këshu. Tamam. Për qatë mirë është shpesh me kujtu vdekjen, me qajt, dhe ky dietar aq bukur, aq në detaje ka përshkrujt vdekjen, sa që së ne gjejmë në asnjë il-Mihal tjetër. Il-Mihali është një kitab që jep dhëna të shkurta, brief do me thanë, sa duhen për këtë dinja. Kjo është e duhur. Duhet ta dim neve çka na pret momentet e vdekjes. Se kur dhe e dim, çka është në detaje, ma pas i tham, kur dhe kemi rast vdekje nuk dhe thuj matlaf, po mora e kemi të vdesim një ditë kitë dëshkojmë, atë së ne thuj atër. Atë para se me thanë njerë duhet të trishtoj e zemra, a dhe shpëtojmë imanin, qka dhe shofim, me lajqen e vdekje si do të shofim, në qfar suretin, në qfar pamjeje, do të shofim. Me që i nëgjëm këto derse dhe jemi të interesuar për këtë, po vallaj nuk e thom këtë se u qel kamera tash, po e në para kamerave ju më thata, po hajde hoxha ta mbajmë dersin. E me pajt hoxha dë njerë lodhet. E në ndoshta kërkon behane që më mbaje ders në disa raste. Është i smund t'i lodhet, ama shif ju dojni, ta njojni këtë. E në bojni sebeb ndoshta me qindra njerës ta njojnë mapa edhe në internet këtë. E në t'u kujtojt vdekja, e në mapa kur dhe vije puna ta qortoj e vajzën ose gjalin për këtë sende, di kujtojt vdekja. Thë se ajbe se si avlen. Kush e disa fesate tash do t'i ndalim në shtëpia tona, sidomos që këtë Ramazan të bekuar, mirë po, vallaj se di, shumicat e shtëpiave nuk e shijojnë bekimin, bereqetin, bekim do thot bereqet, bereqetin e Ramazanit. Shkaku i nervozave të njerëzve. E kur e lexosh vdekjen e çulesh, pse nervozohemi be këtë. Aja vlen be subhanallah. Çfarë skenash na presin neve, ki nervozohet për pak e për shumë. Pse e ke lanë gotën aty, pse se ke lanë që këtu, pse e prek jashtë, pse e zdrove këtë. Po do të zdrohet një ditë, e gjeli do të vaje. Kitë jeta do zdrohet dhe pejke. Aja vlen. A me pa gjalin të dhën shpirt në atë moment. A do mund ta qortojsh pse ka marr 4 minus në anglisht? Ha? A do mund ta qortojsh? Është u vdek. A pak fëmijë kanë vdek. Unë e mbaj me në klase e 3 isha une. Edhe vajza që vdiq, klasa e 3. Sa vjeti ka një fëmijë klasa e 3? 8, 9, 10, maksimum 10 letiket. Shoqja e klasës na vdiq, e tash ta pyesim prindin e asaj. A do dojshe tjetë gjallë,
apo do dojshë të marrë 5 maqedonisht. Tamam, duhet me mendu pak ma thellë. Evlatët i kemi nimet, antarët e familjes i kemi nimet, duhet me vadit shqyqyrin, sidomos të vegjlive. Allah i na i rujt. Thot tash, tema është vdekja, dhe thot do t'i përmendim disa mesele, do t'i sqarojmë lidhje me vdekjen. Ej, bi, qare, ler, o, ju njerës pa qare që jeni, do me thënë dë vdisni një dit. A kemi qare nga vdekja? Jo. Sa dush gjej ilaçe ku e di çka tregojnë këto tash pasanikët më të mëdhej, mirë kanë gjakun e bebeve, fëmijëve, i tjetojnë. Ha me qenë 100 vjet detësh. Ha qenë 50 pi firmës, sikur unë e kom dorë stakfirullah, po ha, supozojmë se 150 vjet, një ditë do vdesish. Dhe na pret një botë pa vdekje, pa fund. Bi çare, çare. Bi është një term persian, persishte, që do të thot pa. O ju pa çare. Është shumë gjuna me hik nga vdekja. Yani me u mundu me i hik vdekjes. Apo me thanë, filani vdiq me qenë edhe unë e të vdes bashkë me atë. Pa të së njetoj. Këtë e në kitë shprehje se nuk e ke kuptu vehametin i thunë. Trishtimin apo tragedin e vdekjes. Janë skena shumë të vështira. Njëni pi sahabëve thot, momentin e vdekjes, së ne përshkrujni. Dhe u duket sikur qielli dhe toka janë bashku që këshu, edhe ti e të usplet mes aty në dijave. Qa që vështirësi të madhe që dhe përjetoj njeri, dhe ngushtohet, dhe plase ndoshta Zotin e rujt. Apo, me hik nga ky qytet se është përhap një smundje, si thot pejgamberi a.s. Ma nëse është përhap e ju smundje, rriq aty bon sabër, si të shpëtojsh gjallë dhe dalish gjallë, si të vdesish dhe quesh shahid. Mo shko edhe qytetin qeter të infektojsh, ti bëjsh horë edhe tjerët. Pra ndaj thot, me këto bindje mos jetojni, se këto thot, va bëjnë noksan imanin, va paksojnë imanin, va dopsojnë. Allah i narujt. O ju, ej bi qare ler, o ju njerës pa qare, pse hikni, ju është premtuar vdekja, ajo nuk dëshkoje as një hap para, as një moment ma herët. Krijuesi i botnave, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur do t'ju vije juve e gjeli, nuk do t'ua vonoje as sa me i hap edhe me i mbyll syt. Do me thënë, momentin kur do t'veje e gjeli, nuk do t'vonohet sa çkaç, ti mbyllish dhe ti hapish syt. Prandaj, as një herë nuk dë mund, as ma herët e as ma vonë me ndru caktimin e Allahut. Nëse Allahu Teala ka dhënë urdhrin për të vdek një person, ai njeri pa qetër do vdese, pasurin, fëmijët dhe familjen do t'i lane dhe do shkoje. Mirë po, pa dhënë urdhër, truali nuk do e zane atë. Yani kështu e ka thënë. Se Allahu Teala thot në Kur'an, wa ma tedri nefsun bi eji erdin të mutu. Dhe asë një person nuk e di se në cilën tokë, në cilin trual do të vdese. Do me thënë, temi e ketë të caktuar se në filan metër katrori do të zane vdekja. Pa shkelti aty nuk do të zane vdekja. Dë vish fix aty pa të zane vdekja. Allahu gjithve një vdekje të bukur. Amin. Kur dë vije vakti i e gjelit, çdo kush dë vdese. E gjel është kufini. Sa na ka caktuar Allahu të jetojmë këtë dynja. Kësa i thunë e gjel. Allahu Teala kështu thot në Kur'an, Esta'idhu billah, bismillah, idha gja e gjeluhum, kur do t'ju vije njerëzve e gjeli i tyre, la yasta'khirun sa'atan, nuk do mund të vonohen as një moment, wala yastaqdimun, as nuk do mund të sjellin më herët këtë e gjel. Tash kur nervozohet njeri thot, me kanë të vdes, ma ke marë fytyrën, ke mungu në shkollë një javë, ke mungesa pa arsye. Au du të vdes, ma ke marë fytyrën, i thot gjallit e nevajzës. Subhanallah. Ndryshe u desht me u vlerësu. Nuk themi të bajt rrugash fëmijat hike pijore, ama nuk duhet ta kërkosh vdekjen për këtë. Se nuk o kur gjon nga të vdekjes. Nuk o, këtë fekjon këto punë. Momentin kur Zoti na ruaj dhe marrim haberin se na ka kap një smundje vdekje prurse, ty beset na shkoje ndërmend karriera. Shkolla, doktor, profesor, magistër. Drejt na shkoje mendja ke ibadetet ai kombo. Atëherë, me që kitë dim se të vdesim një ditë, dhe dë vaj ai moment.
Pse jetojmë sikur nuk do vaje? Pe tash me njerë t'i kujtojmë ibadetet. A kemi kazaja namazeve, që ato t'i plotësim? A i kina dhënë zeqatet, që ato t'i bëjmë? Zakonisht na hikin zeqatet kaza. Se kur martohemi, me mend në hava martohemi, e altanat rejnë aty. Mbas disa vjetë udhëzohemi, e vjetët e para të martesës nuk ka dhënë zeqati. Duhet me e boat logari, edhe zeqati duhet në thojza, të bohet kaza, që nuk është dhënë për vjetët e kaluara. Allahu Teala kështu thot. Do të thënë kur do t'ju vije xheli sonde hecin as një moment para, as një më mbas. Vakti i xhelit as nuk shtohet e as nuk paksohet. Njeriu akoma pa me lind e ka të caktuar xhelin. Dhe këtu jep isharet në hadithin e Buhariut dhe Muslimit që e transmeton pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ka thënë: Inna ahadakum, se cilit prej jush, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, i mblidhet krijimi i tij, formimi i tij, i trupit të tij, fi batni ummihi, në barkun e nënës së tij, 40 yawman, brenda 40 dite. Brenda 40 dite ajo sperma fillon të bëhet, të kape, dhe çka do bëhet? Do bëhet nutfeten, një cop gjaku. Thumma yakunu alaqatan, mapa do bëhet një formë alaqa, gjak i ngjizur i thujnë kësaj. A nutfe, më falni shprehjen, nutfe lang, që ka kap ma jo, sperma është bon një lang, ka njës të mare formë. Ma pa alaqaten, gjak i ngjizur, mithle dhalik njët, edhe kjo do plotësohet brenda 40 dite. Thume e kunu mudga, ma pa një copë mishi, sa një sakës. Mudga i thunë diçkaje që mund të përtypet. Që ka, sa një sakës kemi qenë, sa një orbit, sa një airways në gjion ato. Qa që kemi qenë, subhanallah. Ja që ka në boni Allahu gjelle gjelalu. Fuqia Allahut. Në bark nanës, as oksigjen, as ajer, as kurgja. Si mirë që në frymë në aty mbrenda. Si mirë që në frymë. Mjekësia shkenca këtë vërtetona më për mua, për tu habit. A i ndoshta pse ka për dit pun, e harron se është një mrekulli e madhe Allahu gjelle gjelalu. Edhe kjo 40 dit. Pastaj, Allahu Teala ja qon një me lajqe, dhe ajo me lajqe ja fryn shpirtin asaj bebes, mo që ka marrë formën e mishit. Wa yu'maru bi 4 kelimat, dhe me lajqja urdhnohet me 4 sende t'ja mësoje asaj bebes së vogël. 1. Bi ketbi rizqihi, ja shkruan riskun, kot mos e hajni veten. Punojni se është sebeb puna. Duhet ta vrapojsh riskun, po. Mirë po, mos e ha veten. Pse më hiki be kjo? Se ke pat risk. Se ke pat risk. Au ta kisha ditë se do hipe altoni çkash. Au ta kisha ditë do kisha investuar çatë, mo e ha vitin. Kjo ka kanë risk jot. Tamam. Haje vitin për namazit që të ka hik. Haje vitin për Kur'anin hala që se kemi mësuar ta lexojmë si duhet. Ndoshta. Nuk e kam për ju, se flasim tash edhe në internet. U e gjeli hiqe. Apa ja shkruan edhe e gjelin. Themi, dhe jetojsh çka dit, çka shfrym dhe marish. Dhe ne non stop e hargjojmat. E hargjojmat, subhanallah. U e amelihi, ja shkruan edhe veprat. Allahu Teala e ka ditë se sa vepra do bësh, që këto vepra ti ka shkruajt. U e shaqi em sa'id, apo dhe jetë njeri për në xhenem, apo Zoti na rujt, për në xhenem Zoti na rujt, apo shpresojmë nga Allahu të na bëjë sa'id nga xhennetlit. Kjo është hadithi që kalon në Buhari Muslim, vazhdon ende, po e kisha fjalën te e xheli. Tamam. Qysh në bark nënës e kemi të shkruar se sa do të jetojmë në këtë dynja. Pastaj, as njëni prej njerëzve nuk mund të dije se nga cila smundje do të vdese, a do vdese me iman apo pa iman, eudhubillah, sepse këto krejt janë të shkruar në leuhi mahfudh, e neve pse nuk e dim leuhi mahfudh çka shkruan, prandaj nuk mund të dim se ku na pret vdekja. Po është edhe mba mirë që është ky çeft, se sën do kishim jetu rahat. Sa do kishe qesh për diçka, do të ntekesh te se. Themi, në leuhi mahfudh shkruan se në filan rrugice do vdesish. Ta njetën nuk do kalosh e ka rrugica. Helbet mos është sot ai momenti. Më ne paramendesh. Në xhami me qenë shkruar dhe ti ta shofish leuhi mahfudh të shkruan në safin e parë do vdesish, do ishin frek, asnjëherë nuk do ishin fal safin e parë. Sa që një ditë na ish harrum mendja, do kishe shkruar safin e parë, u çel, haxhia të boni hestek, Nuk o haxhia, Azraili, ke kujdes. Zoti na rujt, jo. Tamam. Sebe u bë që ta shofish Azrailin. Do vish aty, do harrosh që ndodhe
caktimi i Allahut. Mirë po Allahu me mëshirën e tij e kam qef këtë që t'jetojmë pak më rahat, t'i kemi mend të shëndosha dhe t'jetojmë halis si njerëz, se për ndryshe me vezvese e ne me të hutuar dhe kishim jetu. Non stop me frikë, me trema, aman, mos ka ardhur momenti. Allahu Teala kështu thot në Kur'an: Inna Allahe indehu ilmu sa'a, te Allahu është me të vërtet dija se kur në do dhe kiameti, wa yunazilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham, ai është që e zbret shiun nga qielli dhe ai e din se çka mban mitra e nanës në bark. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada, dhe asnjë person nuk e di se çka do përfitojë nesër. A e di sa do bësh promet nesër? Nuk. Ta merr mendja se çka, ama nuk e dish. Mund vë njëri thosë çka frizur të ma bësh, ajo frizura tak 100 euro e çet kit prometin e ditës. Ma kam tregu këtu me një ambëltore. Ishim me talebet, atër kishte, si i thujnë asaj, panajir të librit. Edhe i morëm talebet, shkum aty, shojmë në një libër fetar, pak se këto qerat shumë e shumë nuk na interesojnë. Edhe mua nuk më interesojnë. Se ka libra fetar që nuk va merr mendja se sa temat bukra ka. Kur dhe i sosim këto, atër dhe kemi luks lexojmë në një roman që dë njonit, çka jam tek, ja ka fejt kot. Duhet sende realitet me lexu. E ne sendet realitet hala pa i kry, nuk kemi luks, nuk kemi vakët të shkojmë romane, thrillime të njerëzve, imagjinata të lexojmë. Nëse, dhe shkum me talebet, kur na pa i pronari ambëltorës, tha hoxho du t'u qerasi. Afër 100 fëmijë, minusi math apo, ai se ka bo hesaps, nuk e din se çka do fitoje nesër apo çka do hupen thojza. Ai kishte qif, thash mave se do të harxojmë, jove tha unë e kom qif. Tamam. E në ma, hargjimi math. Nuk shkun disa dit, prap e zate e kjat njeri, tha, hoxho, a e di çka ndodhi atë dit? Tha, sa shkut ju, afër 100 fëmijë që ishit? Njeti i pastër, sadaka, si thot pejgamberi, mos u frikni nga sadakaja se nuk va pakthon, dvashtoje pasurin, e fëmijëve që vinë në xhami, mo, nëse nuk ka ajo sadakaja më e dashur te Allahu, s'di çka thon, ka një ambëlsinën, ka një kodi limonate, borovnic atyne. Po me e pat zhurmën atë knatësi, atë gëzim të fëmijëve, zeten, ajo mjafton si shpërblim, po plus kjo ka shpërblim e në ahiret, po në dynja Allahu Teala materialisht ja ka çu njerit shpërblimin. Thot, erdhën një di autobusa turist, një autobus sa se dishte ka, sa ulse? 50. E në një autobus tjetër, 100. Ma pa, nuk janë fëmijë ato, ka një bohem të hanë, pa lesa ka një hangër. Thot, 2 autobusa nga Greqia me turist, erdhën unë dalën që aty edhe hinën, ma bonën prometin e ketë mujit ndoshta. Ja, nuk e di se çka të fitojsh nesër. Këtë e din veç Allahu, dhe u ma tedri nefsun bi eji erdin të mutu, dhe nuk e din as një person se në çfarë vendi do të vdes. Inna Allahe alimun khabir, vërtet Allahu është ai që di gjithçka dhe ka haber për gjithçka. Një hoxha efendi në Turqi ka jetu, Mahmud Esad Gjoshan Efendi apo dietar i vërtet. Edhe shumë i ngjan ka fytyra Mulla Jakub Hasipit. Shkruani në internet, kërkonja Esad Gjoshan Efendi. Hakikat alim ka qenë. Ai ders që këtë e përmend se nuk e di asnjëri ku mund të vdes, thot, për shembull, unë të themi, gjunafin ndoshta i ka shkuar ndërmend thosë në një vend që ndoshta s'e shkoj asnjëherë. Thot, për shembull, unë nëse kam caktuar në Australi të vdes, do vdes në Australi. Një njeri nga Tetova ose ai nga Stambolli, kur e merr shembull Australin, çka ka dashtose? Ne me kshëm larg, dhe nuk na vaje puna të shkojmë. E thirin me një tribun fetare, e thirin me një ders do turk të Australis, atje Allahu Teala jam me shpirtin, subhanallah. Për qatë nuk o mirë, edhin me përmen shumë vende kështu që safi para, jo kjo, amon se mapa vërtet mund të krefe, andej. Kryuesi i botnave, Rabbul Alemini, njëher e kryoj vdekjen, pastaj e kryoj jetën. Ku kalon kjo? Estaizu billah, bismillah, tebarak e ledhi bjedi il mulk. Te surja tebarak, apo. E ledhi khalaqa al mauta wal hayate. Ai që e kryoj vdekjen, wal hayate dhe jetën. Pse? Li yebluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju sprovoje juve se ayyukum, cili pe juve ahsanu amala do jetë me vepra më të mira. Do me thënë, Allahu Teala na mëson në Kur'an se për që këto sende duhet me garu e ne me u koncentru në këtë dinja. Kush ka ma tepër vepra të mira,
ai e meriton respektin më shumë. Ama ki ma i vogël se unë, ai e meriton respektin më shumë. Abasi radiallahu anhu ishte mixha i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kur e pyetëm pse be çast shumë e respektojsh këtë nipin tënd, të je më i madh se ai, sot unë jam me mosh më i madh se ai. Ai është si njeri më i madh se unë, s'është pejgamber. Ai din më shumë, ai ka vepra më shumë. E nesër tash mbas nesër mund gjallë jot bëhet hoç. Ku me qenë ja rabi bëj ulema hoxhallar e vlatët tonë, ose nipi jot, ose vllai jot i vogli, ose të një fëmijë i lagjes që e mbajsh mend se ki lujte ku e di me pishan muhall. Ndoshta e mbajsh mend se e ka lëshu dënjer urinën ndone. Ose e mbajsh mend se në gjumë ku e di çka i ka ndodhur e të kallzon ty tash çka duhet bëj. Po është më i ditshëm se ti. Kush ka më shumë vlerë tash? Normal se ai. Po. Ejukum ahsanu amela. E që Allahu Teala thot njerë vdekjen e kryoj ma pa jetën. E si kështu? Çfarë do të thot kjo njerë vdekjen e kryoj pas ta jetën? Njëherë nuk ekzistojshim, pas ta i na dha jetë. Vdekje do të thot se nuk ekzistojshim njerë. Që e shikojshim atë video parës, a çka shikojshim, iftar, fotografi, çka shikojshim parë. Te Mulla Mahmudi që kemi qenë para sa vjete. Ajo foto kur ka ndodh, gjali jem nuk ekzistonte. Që, e ledhi khalaqal meute. Allahu Teala kishte saktu vdekje, mos ekzistim për atë. Tash kur e shohish foton tjetër kur e hoç shoqi, kur dul, ki jemi vogli, apo. Do me thanë, tash e ka kriju jetën. Tamam. Pastaj na krijoi riskun ton dhe krejt këto i shkruajti në Leuhi Mahfuz. Këto kalojnë në kitapin Sherhin e Dibajes. Hak Teala, Allahu Teala e din se në ditë sa herë frym do të merr njeriu. Edhe këtë e ka shkruar në Leuhi Mahfuz. 360 me lajqe janë me vazife për t'i ndjekë që këto punë. Të t'i numrojnë sa herë në ditë marrish frym. Sa herë në ditë marrish frym. E për qatë evliat ka ndash që çdo frym ta kenë dhikr. Mos u hike asnjë frym kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Non stop, çdo moment ban ders, quhet dhikr. Flet me gjalin e vet në shtëpi, nasihat, këshill. Flet me xhamatin, këshill. Ku shoki? Hoxha jem Kemal Efendia. Njëherë nuk e ngjova ta çoje një frym bile kot. Pse? I ka besu Ali, si duhet se këto me lajqe shkrujnë. E tash neve kur dhe dim se këto kamera, themi, në xhami që janë, ose në rrugë që janë, na shohin, a do kishin bo gjeste pa lidhje. Tu e ditë se dëkush i rejnë të ai monitori, e në na shef se çka bim. Kush e di sa shtiremi, apo kur e shohim kamerë ka dhe, që flas une për këto teravijat që falen me kamerë. Njerëjat natyre ka, apo, kur e shef se ka kamerë, gjene kur e din se do dalen në internet, me njerë mbarohet ma shumë, apo. E tash e dim se me laqet i shkruajnë këto. Dhe e dim se Allahu Teala i din këto dhe i sheh këto. Pse nuk jemi ma të kujdesshëm, njerë thomë për vete, ma pa për xhamatin. Pse nuk jemi? Se nuk e kemi imanin kamil, nuk e kemi imanin halis si duhet. Dhe kur di vihet tamam vakti, melekul meutit do t'japin haberin ato me laqe. Themi ato me laqe e din se çka milion herë frym ky njeri do marrën jetën e vete. Dhe ato shkojnë si ato kilometrat e veturës. 360.758. Kur e shohësh një xhami vesh, u bë 59, e 60, e 79, sa u bë. Ka hec ajo. E ne me laqe thotë këtu më usos motori. Tak. I kallzojnë Azrailit alayhi salatu wassalam. Prandaj ti, o musliman, nëse ke qenë me kamt e ngulura, do me thanë, nëse ke qenë i vendosur në rrugën e Kur'anit dhe i ke ndjek urdhrat dhe ke hik nga ndalesat e Kur'anit, atëherë do të vdesish me një vdekje të bukur. Gjithçka që ndodh ta dish nga Allahu xhelle xhelaluhu dhe asnjëherë mos vajtojnë e mos piskëllojnë antarët e familjes mbas teje se edhe ty do t'jep zarar kjo. Pse do t'jep zarar? Gjifa i komune se nuk i ke bo mirë terbije. Nuk ua ke mësu mirë fen islame. Se vdes njeri nuk do të thotë se au do mbesim pa buk, au gjithë dhe bojun pa bur, au gjithë dhe bojun pa bab. Nëse dhe bëjshim ashtu, dhe bëjshim për pejgamberin. Dhe duhesh të bëjun e kur vdish Mahmud Efendia. Ama i ne ka mësu fen islame, medrese, i gjazetet ne i dha, hoxhallarët ne e mësu në sheriatin, vazhdojmë hapat e ati, inshallah, Allahu mos në largoft. Duhet kërkosh mbrojtje nga Allahu, dhe duhet me bo teube për gjunafet dhe gabimet
që i kemi bë në jetët tona dhe duhet me bë teube nasuh, do me thënë teube të sinqert. Allahu Teala do t'i thot Azrailit alayhi salatu wassalam, dostëve të mi, do me thënë robëve të dashur të mi, të va marrish me kollajlëk, do me thënë ma ngadal, pa dhimbje të va marrish shpirtin, ndërsa armiqve të mi, do va marrish me vështirësi. Allahu Teala na rujt, mos jemi nga robët e pa dashur të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Një ditë e kiametit do jetë sa 1000 apo në një ajet tjetër sa 50.000 vite të kësaj bote. Do me thënë një ditë në botën tjetër ose sa 1000 ose sa 50.000 vite të kësaj dynjas. Këtë çështje thot ka shumë tefsire, hyn thot lexoj tefsiret për të kuptuar detajet këtu. Nuk do ndalemi aty, vazhdojmë me temën. Allahu Teala kështu thot: Estaizu billah, yudabbirul emra. Allahu Teala i rregullon këtë punët. Mine semai ila al-ard, nga qielli deri në tokë. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru 1000 sana. Mapa ato punët e juaja ngrihen në qiell, do me thënë do shkojnë në botën tjetër, që atë ditë, do me thënë ditën e llogarisë, që e ka sasin sa 1000 vite të kësaj dynjas. Me lajqet, njeriu të keq, aq vështirë ja marrin shpirtin sa është e pamundur këtë ta shprehim me gjuhë dhe me fjalë. Prandaj Allahu na rujt nga ajo gjendje. Mirë po, tash thot do t'i sqarojmë disa përshkrime, do t'i bëjmë disa momente të rasteve të vdekjes. Njeriu që i vjen më e xheli, i vin momentet e vdekjes, agonia e vdekjes, bëhet si një shigjet e hollë në shtratin e vet dhe fillon të rrotullohet ngjashtë e nëmësht. Allahu Teala thot në Kur'an: "Wan nazi'ati gharqa." I betohem me lajqeve që njerëzve të këqiva marrin shpirtin tu i mbyt ato. "Wan nashitati nashta." Po ashtu Allahu Teala betohet në me lajqet që ja marrin me buzëqeshje dhe me gëzim robëve të dashur të Allahut shpirtin. "Was-sabihati sabha." Dhe Allahu Teala i betohet me lajqeve që hecin dhe fluturojnë në rruzullin toksor. Një person i keq që i ka ardhur vdekja, do flet me ato me lajqe të ndëshkimit. Gjibraili a.s. do t'u thot atyne me lajqeve: hiç mos ju vije gjuna për këtë. Duhet me janë nxjerr nga hunda shpirtin munafikëve. Pastaj do ta shtrëngojnë aq fort sa që do i dale shpirti sikur nga sytë ati njerit. Allahu Teala kështu thot në Kur'an: "Se nesimuhu alel khurtum." Neve së shpejti do t'ja vullosim ati hundën. Do me thanë do ta maltretojmë në momentin e vdekjes, sikur nga hunda do t'ja nxjerrim nga sytë, do t'ja nxjerrim shpirtin. Me laqet do t'i thujnë ati: ti nuk je për në xhennet. Krijuesi i botnave është i dhruar me ty, nuk do të ndihmojmë ty. Ai harrove veprat që i bënë në këtë dynja. O jaramaz, o njeri pa dobishëm, as kujt nuk i bëne dobive. Po që e shajte pejgamberin a.s. Kujt i bëne dobiti? Veç i largove trit ma shumë nga një njeri që tha mos pini raki se mapa dhe i vardiseni vajzave të klasës. Do me thanë, ti kur e shajsh pejgamberin, do të thot gjemve të ri në shkollë u ke thanë pini raki dhe vardisuni këtyne vajzave. Që ato ndodhin gjema, që ato shëtitje, shqipnia, mipnia, që ato. Kush na tregoj? Kush na tregoj një idiot? Çka i ka thënë gjemve të klasës, nxënësve të ti, unë me qenë vend tuaj, ku e di çka u kisha bë këtyne vajzave? Për cilat vajza? Për nxënëset e veta. Ja. E në çka i ka thënë Mubarek i muslimani, i ka thënë: o profesor, pse harrojsh se edhe ti në këtë shkollë kije vajzën tënde nxënëse? Ja. Çashtu duhet me vabo me njerë, me va plasën fytyrë. Kujt, çfarë dobi e ka ti ta largosh një gjaltri nga feja islame? Në thojza, si thot Hazreti Alia, hajta pranojmë se s'qenka, nuk ekziston feja islame. Për çfarë zarari ka një gjalliri se di ndjekë urdhrat e Allahut? Kujt ti boje zarar? Femnat me sytë kesh nuk di shofe.
nuk do t'i nguce. Instagramin nuk t'valipe. Ditë natës nuk do t'i shkruje. Mbas nuk do t'i shkoje. Me BMW M3 kock xhian ato para gjimnazit nuk do hece. Me ato muzika zdupci skapci nuk di shikoje kështu edhe mapa t'i lane me trauma vajzat ka 14-15 vjet. Burrat mdhej, gomar të mdhej kalojnë para istikballit, para gjimnazit, shikojnë vajza ka 15 vjeçar. E një djalë i ri që e ndjek rrugën e pejgamberit, kët vallahi billahi tallahi s'e bën. S'e bën. A e keni bë? Asnjëherë s'e kemi. Pse? E ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O jaramas, o njeri pa dobishëm, për ty është përgatit tash ky dënim. Ti je munafik dhe ti je kafir. Ky dënim është për ty, sepse ti namaz nuk kishe, zeqat nuk kishe, sadaka nuk kishe, me fukarat nuk ishe i mëshirshëm, nga haramet nuk hikshe. Tash që krejt zezat të dulen në mejdan, ti këtë pun ti kishe të këqia. Bëjshe gjibet, pastaj thujshe, ani Allah ish i madh na fale. Bëjshe gjibet, ma bëdhyshe Allah ish kerim, Allah i na fale. Ska ashtu xhamat, ska ashtu. Nëse besojsh me të vërtetë se Allahu qenë ka qash i madh, atëherë duheshte ta besojsh se dhe gjibeti është gjuna i madh dhe mund ta ketë Allahu i madh në dëshkimin e madh. Do me thanë kontradik fjalët e tua. Allah i na fal. Nëse e kemi ne fol një saat e xhin gjibet, në fund Allah i na drejtoft. Atëherë nëse kërkosh drejtim nga Allahu hidajet, pse bën një saat e xhin këtë gjibet? E të folshe për hadithet e pejgamberit, dvishe Riyadus Salihin gjoshe këtu. Ngjoshe Mizraklia që në xhami, të në xhami hoxha tu ka zudesja bëjsh gibetin hoxhës. E në mapa ju lidha hoxhës. Allahu ekber. Ku ka ashtu? Ku ka ashtu çe? Për ty është përgatit që ki ndëshkim. Ja, nëse thuash Allahu që ka i madh, atëherë edhe ndëshkimi është i madh. Urno tash ndëshkimin mere. Allahu Teala thot në Kur'an, kella, jo vallahi gabimi kanë këto qafir këto punë. Gabim mendojnë këto. Idha belegatit teraqi wa qila men raq. Është një pej vendeve ku duhet me bo sekte, ku vajnë nuni me sukun. Si pas regullës të tejvidit, nuni me sukun kur vjen, mapa raja kur vjen, duhet bëhet idgham bila gunne. Pa e fajt në hund. Mir rabbihim për shembull. Tamam. E po këtu ka ardhur men për shembull. Men. Pse nuk e bëjmë merraq? Pse? Ka sekte aty, tamam, duhet me undal, se prishet kuptimi. Men raq wa dhanna annahu al-firaq, vazhdon ajeti kerime. Do me thanë, kella gabim mendojnë këto. E një shumë kollaj e kuptojnë këta, do vdesin, Allahi i madhësh. Jo, idha belegatit teraqi, kur dhe vije shperti deri në fyt që aty, atëherë dhe thujnë ato, do me thënë është u dalë shpirti, wa qila men raqin, dhe u thuhet atyne, kush tash do të të shpëtoj ty, apo kush dhe të ngreje ty shpirtin, thënë kush dhe të boje mirë ty, ja, wa dhanne në ulfirak, edhe aj tu e ditë se, sot është, do thënë vakti, momenti i ndarjes, çka? Ndahet trupi nga shpirti. Allahu Teala na e boft këtë moment me iman, kur t'i shohim me lajqet, t'i shohim me format bukra, sidomos Azrailin t'a shohim me formë të bukur. Dhe tash ta mbarojmë pjesën e parë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.